U zhvillua ditën e djeshme në teatrin Petromarko ceremonia e diplomimit të Fakultetit të Shkencave Humane. Studentët kurorzuan përpjekjet e viteve të studimit me marrjen e diplomës në një aktivitet të mbushur me emocione, duar trokitje dhe atmosferë festive akademike. Rektoria e Universitetit Ismail Qemali Aurela Saliaj në fjalën e saj përshëndetëse përgëzoi studentët për mbylljen e ciklit akademik dhe i inkurajoi për fillimet e jetës profesionale, duke theksuar rëndësinë e dijes dhe përgjegjësisë që i pret në hapat e ardhshëm. Të dashur koleg, staf akademik, staf jo akademik, të dashur prindër dhe sidomos të dashur student, të cilët sot po mbyllni një cikël shumë të rëndësishëm të jetës suaj. Po mbyllni ciklin e jetës akademike dhe do filloni ciklin e jetës profesionale, për të cilën ne si universitet jemi përpjekur maksimalisht që t'ua lehtësojmë këtë fazë tranzitore dhe këtë hyrje në profesionin tuaj. Kjo ditë është jashtëzakonisht shumë emocionuese për ju, po është emocionuese edhe për ne, sepse është kurorëzimi i një pune shumë të rëndësishme, tuaj, sakrificave të familjes tuaj, siç e përmendi edhe zoti dekan pak më parë, por edhe të stafit, edhe vlerën e punës që ka pasur gjithë përgatitja, gjithë ecuria akademike dhe oferta akademike e Universitetit të Vlorës. Na keni bërë shumë krenar gjatë rrugtimit tuaj, në mënyrë të posaçme do doja të ndaja studentët e Fakultetit Juridik. Këtë vit keni bërë një udhtim të jashtëzakonshëm. E dini shumë mirë që keni qenë pjesë e skuadrave të 3 kompeticioneve universitare, kombëtare dhe mbarkombëtare. Dhe në të 3-ja keni shkëlqyer. Jo thjesht keni zënë vendin e parë në të 3-ja, por i keni impresionuar gjyqtarët, i keni impresionuar jurin vlerësuese dhe gjithë ekipet e tjera në një pikë të tillë sa janë stepur përpara prezencës suaj sapo futeshin në sallë studentët e Vlorës, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Gjithë studentët e programeve të mësuesive, të gjuhë letërsisë, të gjuhëve të huaja, studentët e histori gjeografisë, të edukimit, të parashkollorit, jeni duke nisur një udhtim shumë të rëndësishëm për gjithë komunitetin, për gjithë shoqërinë. Në duart tuaja do jetë ardhmja e një kombi të tërë, sepse çdo gjë që do arrihet më vonë, do filloj fillimisht me ju. Kështu që unë ju uroj suksese dhe të keni rezultate të shkëlqyera në jetën që sapo, në jetën profesionale që sapo nisni. Ndërsa dekani i Fakultetit të Shkencave Humane, Roland Zisi, falenderoi të pranishmit dhe uroi studentëve suksese të mëtejshme në rrugtimin e tyre profesional. Në emër të Fakultetit të Shkencave Humane, ju falenderoj të gjithëve që pranuat ftesën tonë dhe jeni këtu në këtë festë, në të cilën studentët e Fakultetit të Shkencave Humane do të finalizojnë rrugën e gjatë të programet e tyre të studimit duke u diplomuar. Duke e kuptuar që në këto momente festive dhe gëzimi nuk është vendi për të mbajtur fjalime të gjata, më lejoni që t'i bie shkurt dhe të bëj në veçantë disa falenderime dhe në vijim t'ja u lëm këtë skemë, t'ja u lëm atyre për të cilin kemi ardhur këtu që janë studentët. Së pari më lejoni të falenderoj antarët e nderuar të Senatit të Universitetit Ismail Qemali, kryetaren e këtij forumi dhe njëherës dhe rektore e Universitetit Ismail Qemali, profesore Aurela, e cila na ka dhënë mbështetje jashtëzakonisht të madhe për të organizuar këtë aktivitet. Gjithashtu, gazetari dhe antari i Bordit të Administrimit në fjalën e tij theksoi se kjo gjenerat studentësh është gjenerata që nuk u dorëzua para sfidave, duke treguar qëndrueshmëri, vullnet dhe përkushtim deri në fund të ciklit akademik. Është një nder i jashtëzakonshëm që sot jem këtu jo vetëm si antar i Bordit të Administrimit dhe përfaqësues i studentëve, por edhe si dikush që ka qëndruar pikërisht atje ku keni qenë edhe ju. Sot nuk është thjesht dita juaj e diplomimit, sot është dita kur vendosni kufirin mes asaj që keni qenë dhe asaj që do të zgjidhni të bëheni. Ju jeni gjenerata që nuk u dorëzua as përballë sfidave akademike dhe as përballë vështirësive që shoqëria shpesh u vendos të rinjve përpara. Ju treguat se dijet, vullneti dhe karakteri nuk ndalen dhe sot diploma që do të mbani në dorë nuk është vetëm certifikim njohurish, është certifikim kuraje. Universiteti Ismail Qemali është i veçantë. Ai është një derë që hapet për gjithë ata që kanë guxim të ndrojnë dhe këmbguljen ta zhndërojnë në ëndra dhe plane.
Kjo del dikur u hap edhe për mua. Ajo më dha edukim, perspektivë dhe besimin se vlora mund të prodhoj profesionistë të klasit parë. Dhe sot shoh në fytyrat tuaja të njëjtin potencial, të njëjtin shkëlqim që vjen kur njeriu e kupton se është gati të nisë rrugën e vet. Ju do të shkoni në vende të ndryshme, në punë, në studimet më tejshme, në sfida të reja, por mos harroni asnjëherë se suksesi i një profesionisti matet jo vetëm me atë që arrin për veten, por me ndikimin pozitiv që sjell në komunitetin dhe shoqërinë ku jeton. Ndaj, ndërsa nisni kapitullin e ri, ju ftoj të mbani me vete 3 gjëra. Integritetin, sepse do t'ju hap derën që nuk e hap asnjë rekomandim. Kurajo, sepse do të ketë momente kur duhet të zgjidhni rrugën e vështirë për të bërë gjën e dur dhe krenarin, sepse vini nga një universitet me histori në një qytet me identitet dhe nga një brez që ka shumë për t'i dhënë vendit. Sot jeni këtu për herë të fundit si student dhe ngriheni për herë të parë si profesionist. Mos kërkoni të shkruani thjesht CV-n tuaj, shkruani historinë tuaj. Nga vetë studentët u thanë fjalë zemre dhe falënderime për Universitetin Ismail Qemali, i cili u dha mundësinë të shfaqnin potencialin e tyre si dhe mirënjohje për stafin pedagogjik që i ka mbështetur gjatë gjithë rrugëtimit të tyre akademik. Jam shumë falënderuese për Universitetin Ismail Qemali të Vlorës dhe veçanërisht për Departamentin e Drejtësisë, i cili më dha mundësinë të shpalos talentin tim dhe potencialin tim. Falenderoj nga zemra të gjithë stafin e pedagogëve dhe në veçanti rektoren e Universitetit Ismail Qemali. Unë sot nuk diplomohem për fatin tim të mirë dhe të keq në të kohë, sepse kam akoma një rrugë shumë të gjatë për të bërë në Universitetin e Vlorës. Unë faktin që kam fituar këtë konkurs, grupi jonë e kam cilësuar si mënyra më e mirë për të mbyllur vitin e parë. Faleminderit. Ceremonia u mbyll mes emocioneve dhe momenteve festive, duke shënuar jo vetëm fundin e një etape të rëndësishme, por dhe fillimin e një kapitulli të ri për çdo diplomant. Me premtimin për të rikthyer si profesionistë të arshëm, studentët lanë Teatrin Petro Marko me surimeve dhe shpresave për një të ardhme të suksesshme.